Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve vendos me vendim se ku do të jetë vendi i numërimit të votave. KZAZ e merr në dorëzim VNV-n jo më vonë se 10 ditë para ditës së zgjedhjeve. Vendi i numërimit të votave është edhe vendi i punës së KZAZ-s gjatë procesit të numërimit. Numërimi dhe puna ndodhin në të njëjtën sallë. Sapo e merr në dorëzim VNV-n, KZAZ organizon sallën. Qëllimi është të sigurohet një proces i qetë, i rregullt dhe transparent. Sallën duhet ta shohin qartë të gjithë, KZAZ-ja, vëzhguesit, kandidatët dhe media. Asnjë pengesë, asnjë zonë e mbyllur apo e fshehtë. KZAZ-ja pajis VNV-n me gjithçka nevojitet, me tavolina dhe karrige për ndihmësi teknik, kompjuter, printer, skaner, fotokopje, linjë telefonike, ndriçim të pandërprerë. Këto pajisje vijnë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe vendosen nga pushteti vendor sipas planit logjistik. KZAZ kujdeset dhe për instalimin e teknologjisë që ndihmon procesin e numërimit. Në sallë vendosen tavolina pune për çdo grup numërimi. Zonat në sallën e numërimit ndahen qartë dhe dallohen lehtësisht me shenja orientuese. VNV-ja duhet të ketë jo më pak se 3 dhe jo më shumë se 10 tavolina numërimi. Tavolinat vendosen në distancë 1,5 metra nga njëra tjetra në rresht në distancë të barabartë. Ato nuk duhet të jenë të ngjitura me njëra tjetrën. Përballë tyre qëndrojnë vëzhguesit, kandidatët dhe përfaqësuesit e medias të një hapësirë të posaçme. Kjo hapësirë duhet të jetë fizikisht e ndarë nga tavolinat nëpërmjet çritave të sigurisë me shenja të dukshme. Vendoset edhe një tabelë informacioni ku afishohen rregullat e sallës dhe planvendosja. Në këtë mënyrë sigurohet një proces numërimi që është i kontrollueshëm, i besueshëm dhe transparent.